serios, tuaj thonë që nuk mund përdoret më fjala tranzicion. Tranzicioni quhet një periudhë 5, 6, 7 vjeçare maksimumi. Ne kemi 35 vjet që themi tranzicion, si jemi më në tranzicion. Ne kemi hyrë në kënet dhe sillim në kënet. Më keq akoma. Më keq. Më keq, dakor. Pra, kjo është ajo e protestës që desha të thosha. Pra, ti lëm të thash edhe njëra akuzat që janë, sigurisht ato janë fitili që kanë ndezur, themi edhe protestë ndaç politike, kështu. Por si është gjendja sot? Si është një qytetar shqiptar mbas 12 vjetësh për arsimin, për shëndetësinë, për çështjen e pronave, për çështjen e ndotjes, për çështjen e ndërtimeve, për çështjen e çmimeve dhe varfërisë? Lexoja një intervistë dje për çështjen e SBA dhe për autoritarizmin e Trumpit, themi, dhe pjesa e opozitës 3-4 çështje ngrinte, nuk ngrinte 34. Po pra. Kjo është, amerikanët kanë shku tani te problemet ekonomike. Ajo dy gjona I cënojnë amerikanët, liria dhe ekonomia. Për t'i ata se si bëhet vonë fare. Po I cënove lirinë dhe ekonominë. Kështu që për të ardhur te çështja jonë, nuk është vetëm tani pjesa demokrate që I shkon pas interesave të Partisë Demokratike që do vinë pushtet. Okej, po këta tjerët, po pjesa tjetër e shqiptarëve për ekonominë. Tani çohet kemi edhe ndryshimet ligjore, kemi çështjen e drejtësisë, që me të drejtë shtruar, që është një debat I madh. Ai është debat I madh. Pra bëhet dhe ekonomia dhe çështja e institucioneve pavarura, shteti I drejtës, lufta ndaj korrupsionit. Apo tentohet që të vihet aty një barierë? Unë them po. Ju mund të thoni jo, dikush tjetër thot, por. Prandaj të gjitha këto janë arsye për të protestu. Të shikojmë si do ndodhi, do me thënë edhe gjatë 20 shkurtit, ku demokratët apo vetë leadershipi Sali Berisha thot që do t'jetë një ngujim në shesh.